duke shkuar dhe Qabës të ndëruar, vëllezër dhe motra. Përmendoni shkuarjen pas ringjalljes tek Allahu i manduar për të llogari. Një shkuarje kokullur, një shkuarje e përulur, një shkuarje me breng se a thua vallë, çfarë do ndodh me mua kur dal për Allahut të manduar. Prandaj është një breng pozitive, është një breng që ngjall në veten tonë një ndërgjegje e cila realisht na shtyn, na motivon drejt shtimit të adhurimit, pendimit dhe përmirësimit të gjendjes tonë. Qabën kur është, çfarë them për Qabën? Këtë shtëpi të lashtë, këtë shtëpi të Zotit, këtë ndërtesë që fillimisht dunjaja me te u filloi, ndërtesa e parë që u ndërtua mbi fytyrën e tokës. Pastaj e ngriti Ibrahim a.s. dhe e bëri vendkthim të besimtarëve për adhurimin e tyre, për namazin e tyre. Një Qabë ku i dërguari sallallahu alaihi wasallam adhuronte Allahun e manduar. Andaj është Qabën dhe të kujtohet madhërimi që duhet bërë asaj që Allah xhallahu ala ka manduar. Është një simbol në tokë që duhet vlerësuar, e duhet manduar. Por mbi gjitha, Qabja sado që tjetë e manduar, sado që të shajt, ti si besimtar, ti si besimtare, tek Allahu jeni më të shenjtë, jeni më të çmuar dhe më të vlerësuar. Andaj këtu besimtari me një aspekt e ndin një lloj përulje, modestie, karshim madhërisë së Qabës. Por nga ana tjetër e ndin një kënaqëri për privilegjin, për nderin që Allah i dha në emër të besimit dhe në emër të adhurimit.